Jetohet ashtu, ja shikoj një që nga brënda, jetohet ashtu si punë e qenit. Kjo është Streza, që fati e ka rezervuar prej vite 74 vjeçares Hasime Rakipi dhe djalit të saj të sëmur nga epilepsia. Pa kushte higjieno-sanitare, në vështirësi ekonomike e shëndetësore, kjo familje është e njohur në Delvin për kushtet me të cilat përballet. E sikur të mos mjaftonte e gjitha, e moshuara dhe djali i saj i sëmur gdhien në ngrysën prej vitesh në errësirë, pasi faturat e papaguara sollën ndërprerjen e energjisë për më shumë se 2 vite. Në pamundësi për të dalë nga kjo situatë vet, nëna tregon për Report Televizion se ka trokitur disa herë në dyert e pushtetit vendor, ka marrë 10 premtime, por kur një zgjidhje. Me sëmundje të toke kam djalin, bie gjithmonë bie djali. E kemi vajtur në bashki, o vlla, bashkia nuk merr pjesë, janë punë me hatare. To të bëjmë neve thonë ata, hiç gjë, jetojmë si qeni, këtu si qeni. E lodhur nga vite që mban mbi supe, e rënduar dhe nga situata në të cilën ndodhet, 74 vjeçarja ende shpreson se dikush do të mendoj, të paktën për një strek ku të mund të përjetoj luksin e të pasurit një tualet, siç e quan ajo.